Qenje dyshe e suksesshme, por dhe e komentuar. Bëhet fjalë për Elvana Gjata dhe Flori Mumajesi. Kuqezi i bëri bashk për të mos u ndarë për një periudhë të gjatë. Pjesë e mediave roz, ani pse si histori ka mbaruar në 2016. Lidhja mes tyre ka qenë gjithmonë një nga temat më të përfolura në showbizin shqiptar. Me sa duket gjërat ka ndryshuar. Edhe pse asnjëherë nuk u konfirmua zyrtarisht nga vetë ata, duke pozuar së bashku. Shumë vite, ata janë parë bashkë, por si partner muzikor, biznesor dhe shpesh u përfolën edhe si çift. Ishte vetë Elvana, jo e cila në disa intervista ka quajtur marrëdhënien e tyre të komplikuar dhe ka lënë të paqartë nëse bëi fjalë vetëm për partneritet profesional apo dhe diçka më shumë. E tani në vëmend time vetëm fjalët to. E pas ndarjes në biznes, të dy kanë ndjekur rrugë të veçanta. Të pashkruar. Elvana është fokusuar tek muzika solo, pati duete, projekte ndërkombëtare, madje duke provuar veten edhe në aktrem. Sa u tani të gruaja jote? Shkon në shtëpi. E sa keq që njësoj nuk mund të themi edhe për Mumajesin. Isha nëni për ti o nina, më godite si vetë tima. Flori vjoj shumë pak duke qenë si producent e këngëtar, duke krijuar hite për shumë artist, e madje edhe në paraqitjet në performanca live me grupin. Ai nuk i shoqëronte 3 dolç si dikur. Derisa diçka ndodhi dhe krijimtaria e tij hyri në një pauzë. Po, pauzë të thellë. Flori nuk këndoi më asnjëherë, e madje nuk u shfaq në vende publike, e në intervista hiç e hiç. Përderisa Elvana dilte rrallë, po nzume intervistoi në premierën e filmit Dy gisht mjal 2, që e pati rolin kryesor, e dëgjoni pak si reagoi kur u pyet për jetën private. Kush ka shoqëruese? Po në mora. Ja, është menaxheri, është asistente të Dermali po pret atë erdha. Si qëndron Elvana në raport me privatësinë? Në raport me filmin jemi sot. Faleminderit, është një shumë e mirë. Pauza e Florit ka ndodhur nga 2019 deri në 2022, një periudhë rreth 3 vitesh. E pastaj u rikthye në rrjetet sociale pas një mungese. Ky ishte sinjali i parë për fansat se po përgatitej për projekte të reja. Por jo, as kjo gjë nuk ndodhi, derisa doli ky postim. Pra, ditëlindja e Florit ishte një pikë shpresë se ai do të rikthehet. Ky postim shumë shpejt u bë viral gjithandej, por duket se problemi është pak më i thellë. Të Elvanës, dalu do se ishte pikërisht kjo gjë që shkatroi kantautoren, e madje bëri që të kaloj edhe depresion. Dëgjojeni këtë fragment të publikuar më 8 shtator nga vetë Flori. A do të ai që shafet? Sinjeri? A do të edhe ata? Të drejta da. E po sigurisht që ky lajm ka qarkulluar në për të gjitha mediat vendore e rajonale. E lirisht mund të thuhet se na ka shokuar të gjithëve. Që është i pakët, ashtu të dashur. Në një lidhje ka gjithmonë në kume. Të ndihme. Pajet ishte një këngë që Flore ka pas dedikim, që siç po kuptohet për Elvanën dhe abortin që ajo e ka bërë duke mos dashur ta mbajë fëmijën e tyre. E
këtë mund ta dëgjoni në videon e mëposhtme, por jo klipin zyrtar sepse Flori ka zhdukur të gjitha videot e tij në kanalin në YouTube. Prandaj nuk arsyetova E po rikthehemi edhe një herë te kjo video. Në fund kantautori dëgjohet sërish duke thënë: "Histori nuk e bën dot vet." Ndërsa video mbyllet me një kor fëmijësh që e këndojnë të njëjtën këngë, duke i dhënë gjithë materialit një atmosferë të fortë dramatike. Sidoqoftë në rrjetet sociale kanë qarkulluar tashëthëmet se bëhet fjalë për pjesën e dytë të Pajet. E neve nuk na mbetet asgjë tjetër, veç të presim se mos rastisht dyshja do ta përmbysin gjithë historinë duke sjellë një duet.